Selam aleikum. Ti prind, ti baba dhe ti nan, që fëmijët e tu i ke larg. Fëmijët e tu u bë kohë gjatë që nuk vinë të vizitojnë, e ndjen atë dëmshurinë e madhe për ta. Kujtoje atë historinë e profetit të Zotit Jakubit a.s. që dy prej djemve të tij, si fillim Jusufi a.s. e morën vëllezërit e tij, ngjarja pra e hodhën në pus, më pas e shitën atë me një çmim tepër modest. Ndërkohë babait të tyre i thanë diçka krejt ndryshe, por ai nuk e humbi shpresën tek Allahu i lartësuar. Vazhdonte vazhdimisht ta kujtonte Jusufin a.s. Ndërkohë, mbas vitesh, ikën edhe vllai i Jusufit a.s. Pra dy prej djemve të tij i humbën. Por ai përsëri nuk e humbi shpresën tek Zoti i gjithësisë. Çfarë ju tha djemve të tij? Ja bani idhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. O bijtë mi, shkoni dhe u interesohuni për lajmet, për Jusufin dhe vllajën e tij. Wala tayasu min rauhillah, dhe mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Innehu la yayasu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Nuk e humb shpresën në mëshirën e Allahut vetëm se populli mohues. Kur mos e humb shpresën tek Zoti i gjithësisë. Ngrihu në 1/3 e fundit natës dhe lutë Allahun e lartësuar që të ta mundësoj të kthehet tek ti fëmia, të ta mundësoj të bashkohesh me fëmijët e tu, të ta mundësoj që fëmia të kthehet, të bindet, të shërbej dhe të rri pranë. Kur mos e humb shpresën tek Allahu i lartësuar.